Tretshmëria e precipitatit. Këtu do të nxjerrim shprehjen matematikore për llogaritjen e tretshmërisë së precipitatit të tipit A1 B2, pra ku kationi është 1 valent dhe anioni është 2 valent, dhe A2 B1 ku kationi është 2 valent, anioni është 1 valent. Si shembull të këtij tipi të precipitatit do të marrim sulfurën e argjentit Ag2S, pra kationi është 1 valent edhe anioni 2 valent. Sulfura e argjentit shpërbashkohet në 2 mol ione argjent, 2 Ag+, plus 1 mol ione sulfure, 2-. Produkti i tretshmërisë është i barabartë me përqëndrimin e ioneve argjent në katror, sipas definicionit të produktit të tretshmërisë natyrisht, here përqëndrimin e ioneve sulfure S2-. Tani zaventsojmë se produkti i tretshmërisë së sulfurës së argjentit Ag2S është e barabartë me kemi 2 mol ione argjent, me vend të përqëndrimit ioneve argjent zaventsojmë tretshmërinë në fuqinë e dytë, here në vend të përqëndrimit ioneve sulfure zaventsojmë tretshmërinë dhe rregullojmë pak matematikisht, kemi 2 në fuqinë e dytë është 4, t në katror, here t, dhe shkruajmë se produkti i tretshmërisë së sulfurës së argjentit është e barabartë me 4 t në fuqinë e tretë. Ose nga kjo shkruajmë se tretshmëria e sulfurës së argjentit Ag2S është e barabartë me, po nxjerrim më njëherë rrënja e tretë e produktit të tretshmërisë të sulfurës së argjentit. Dimensionet tani janë mol në të tretën, decimetër në të nëntën, thyje për 4. Te tipi i precipitatit A2B1 kur kationi është 2 valent dhe anioni është 1 valent, do të ndjekim procedurat si në vazhdim, po do të marrim si shembull për këtë precipitat fluorurin e kalciumit CaF2, i cili shpërbashkohet, pra 1 mol molekula precipitat shpërbashkohet në 1 mol ione kalcium plus në 2 mol ione fluorure 2F-. Edhe këtu njësoj nxjerrim se produkti i tretshmërisë i fluorurit të kalciumit është i barabartë me përqëndrimin e ioneve kalcium here përqëndrimin e ioneve fluorure në katror. Natyrisht edhe këtu sipas definicionit të produktit të tretshmërisë, gjithsesi nxjerrjes së konstantës për llogaritjen e produktit të tretshmërisë. Edhe këtu veprojmë njësoj se produkti i tretshmërisë së fluorurit të kalciumit është e barabartë me në vend të përqëndrimit ioneve të kalcium zaventsojmë tretshmërinë të here kemi 2 mol ione fluorure, 2 në vend të përqëndrimit ioneve fluorure tretshmërinë në katror. Pra rregullojmë pak, t here 2 në eksponentin e 2, gjithsesi 2 here 2 është 4, t në katror. Kjo është e barabartë me 4 t në fuqinë e tretë. Edhe këtu shkruajmë se tani vetëm tretshmërinë e nxjerrmi të fluorurit të kalciumit, që është e barabartë me rrënja e tretë e produktit të tretshmërisë së fluorurit të kalciumit. Edhe këtu dimensionet e produktit të tretshmërisë që janë mol në të tretën, decimetër në të nëntën, thyje për 4.